Në kuadër të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 7 qershorit, kandidatët nga Prizreni, si zëvendësministrja në detyrë Nora Arapi Krasniqi, kandidati Mytaher Haskuka e të tjerë, kanë qëndruar në zyrën e re të pikës së lëvizjes vetvendosje në Zhurë. Aty janë mirëpritur kandidatët për deputet nga komuna e Prizrenit, në një atmosferë të ngrohtë dhe vllazërore, duke diskutuar për angazhimet, prioritetet dhe vizionin për zhvillimin e vendit. Takimet të tilla kandidatët thanë na japin forcë dhe motiv për të vazhduar punën pranë qytetarëve dhe për të qenë zëri i tyre në çdo nivel të përfaqësimit. Zyra e re e lëvizjes vetvendosje në Zhurë do të mbetet një derë e hapur për qytetarët, idetë dhe angazhimin e përbashkët për të mirën e komunitetit të zhurianëve dhe fshatrave përreth. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.